Dikun 20 krerë kemi lëp, një 55 blet, në 150 pula. Pak merr gata na keni shumë kem do jashtë pak, vetë pak me ministri domethënë kem arritur deri këtu ku jem sot. Ndodhem në fshatin Rudic të komunës së Klinës, këtu tek familja Mehmetaj, pra te bujar Mehmetaj, i cili ka fermën e lopëve dhe pulave, po ashtu merret edhe me bletari së bashku me familjen e tij. Atëherë na do e vizitojmë atë dhe do e shohim se si nis dita në fermën e tij dhe si përkujdeset për këto kafshë dhe gjithashtu shpest. Të shohim tash. Hajde po shkojmë. Përshëndetje zëri bujar, faleminderit shumë për mikpritjen. Mirë se erdhë. Faleminderit shumë. Atëherë me fillim e tjeka që jena këto në fshatin Rudic, pra te familja Mehmetaj edhe te ferma jote. Tregom që sa vite e ke fermën edhe nga ka ardha ideja për mu marrë me blegtori. Na me këtë lami merrem qysh para luftë, matë e kem si trashëgim. Baba, gjërë domethënë, gjithë jem marrë me këtë lami, kështu e kem vazhduar na sigur pasar shtyne. Po, më thanë si vogël, ke shku mbas babit ashtu dhe ke pasë me çfarë pune është u marrë, po nështa kur ke fillu vetë, çfarë vështirësi ke pasë? Po çdo fillim më pak më i vështirë domethënë, po ka dalë me kohë domethënë faleminderit edhe pe ministrisë, edhe pak vetë domethënë ja kem arritur ata lale për ditë ka arritëm, jem kecën përpara domethënë ditë jem ka zhvilluar. Sa lop i ke edhe pula gjithashtu edhe me bletari që merresh? Dikun 20 krerë kemi lëp, një 55 blet, në 150 pula. Po, ke pas një numër më të vogël atëherë apo edhe më të madh? Jo, domethënë jem ka rritim. Gjithmonë kështu. Ti ke marrë një numër tamam me këtë numër shkuar, tamam sa më me këqyr, do më përballu domethënë se. Po, tash ne jemi hinë në stynën e, domethënë, pranverës ashtu marse, edhe normal që natyra fillon me u gjallëru, kështu që tregon pak a shumë se pesho që vendin e ke shumë të bukur këtë. Edhe sa është hapësira dhe sa kanë qenë ato fillime, që e ke ndërtu fermën, edhe te pjesa e pulave që do shkojmë tash do i shohim. Po do të thonë mbas lutë kemi 5-0. Kur çdo Kosova do të thonë gjithçka kemi 5-0. Po me ko faleminderit, pak merr gata na keni shumë kem do jashtë pak, vetë pak me ministri domethënë kem arritur deri këtu ku jem sot. Do të thonë çdo fillim të vështirë. Si fermer domethënë sot është 5-0.